Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi qëndrimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e 11 majit, duke vënë dukje se nuk pati asnjë urim për Edi Ramën si fitues i zgjedhjeve. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se nëse krahasohen qëndrimi i SBA-s sot me deklaratën pas zgjedhjeve të vitit 2021, diferenca është e qartë. Urohen shqiptarët, nuk mohohet as nuk pohohet farsa. Sigurisht prit. Këtu ka një gjë. Ja u them unë ju. Ne që denoncojmë, çdo ditë njihen me prova të reja, fakte të reja. Ne vetë. Sepse nuk mund t'i analizosh që të gjitha në një kohë. Dhe po i marrim dhe po ja u paraqesim. Berisha përsëriti se Partia Demokratike do të vazhdojë të bëjë gjithçka për të treguar të vërtetën për zgjedhjet e 11 majit. E ndërsa ka nisur procesi ankimor, Berisha artikuloi akuza ndaj KQZ-s se nuk po zbaton ligjin, duke sulmuar edhe ish bashkëpunëtorin e tij, ish zëvendës kryeministrin e PD-s Ilir Usmajli, që sot është antar i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Paralajmëroj Irian Selibashi të dorëzojë çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për mercenari të Ilir Usmajlit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor. Një shërbëtor pas një parim që ka votuar djetë mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për kuksin. Me nisjen e procesit ankimor, Partia Demokratike ka kërkuar në KQZ shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve në të 12 qarqet e vendit.